politikisht të morë një vendim, qoftë edhe politikisht ose një deklarim publik, që sa herë që prokuroria do kërkojë heqjen e imunitetit, ne do ta japim atë. Pra ishte një betim, një premtim solemn ose mi themi i cili deri diku do është mbajtur. Në rastin e zotit Rama, ne kemi parë që nuk ndodhin gjë të tillë. Prandaj mund të ketë qenë, po themi edhe kjo pjesa ndoshta është pa më e përshtatshme, ky lloj mënyre për sa i përket masave ndaluese, kufizuese etj. Duhet. Kemi një problem që kemi problem si shoqëri. Më thënë, për fatin tonë të keq me fit. Ne tentojmë të zgjidhim me ligj diçka që duhet zgjidhet me moral. Po tani. Jo, po se pretendojmë se njerëzit janë gjithë moralshëm. Gjë një sekondë. Ligji prandaj është aty. Ligji është derivat i moralit. Ligji nuk vjen kështu nga hapësira. Ka ca rregulla shoqërore që janë morali shoqëror që prodhojnë pastaj edhe kodifikimin ligj. Kështu ka filluar. Rregulla. Po nejse, po merret pa moralshmërinë kryesisht, po gjithsesi. Jo, nuk është kështu. Ligji është një rregull i caktuar që ne kemi rënë dakord se ta aplikojmë në këtë formë dhe bijmë dakord gjithë bashkë pastaj që ta shkruajmë. Okej. Rregulli moral, dhe këtu është pika në cilën unë ja drejt spaku, do kërkonte që çdo zyrtar i Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nivelit hierarkik që ai ka në administratën publike, në moment që është në një procedurë hetimore, të zhvishet nga vestura politike dhe administrative që ka dhe përballet me drejtësinë si qytetari. Kur është i pandehur, një stat, po themi pothuajse avancuar, jetë proces. Paruar, i përfunduar, nuk ke shtetas në tim. Kemi proces praktikisht. Je i pandehur që do të thotë që ekzistojnë elementet, pra fakti që të kanë marrë pandehur për prokurorinë ekziston ose është dyshime që ka elemente veprës penale. Dhe në këtë pikë, kjo duhet ndodhi. Shqipëri nuk ndodhi me zotin Veliaj, nuk ndodhi me zotin Ballukun, nuk ndodh me asnjë zyrtar të Republikës së Shqipërisë. Çdo zyrtar i Republikës së Shqipërisë që është në hetim, që është i pandehur, vazhdon të qëndrojë në detyrë. Tash duhet të caktojmë ca limite morale. Moralisht duhet të themi që zotëri dashur, kushdo që është në detyrë, është i pafajshëm, nuk po e themi që është fajtor, është i pafajshëm. Po për respekt qytetarëve dhe në të interesit qytetar duhet të shkojë të përballet me drejtësinë nga pozicioni i qytetarit, jo nga pozicioni i administratorit publik apo i të veshurit me pushtetin politik. Kjo duhet ndodhi. Dhe duke qenë se këtë kulturën nuk e kemi, atëherë kthehemi pastaj dhe bëjmë debat mbi gërmën e ligjit, debat mbi gërmën e ligjit. Hajde diskutojmë, është kjo presja apo nuk është kjo presja këtu? Sepse nëse do ta kishim të moralin, nuk ishim fare do për këtë diskutim. Do të sjell dy argumente, ka drejtë Reze. Te kjo pjesë po do të sjell dy argumente. Nëse Rama shqetësohet kaq shumë në lidhje me kompetencat ligjore dhe me balancën e pushteteve, ai vet nuk e pasyron këtë me mënyrën se si ndërmerr veprimet e veta, sepse ka më legjitimitet dhe është i zgjedhur drejt për drejt nga populli dhe ka vullnet kryetari bashkisë më shumë se i ministër. Çfarë ndodhi? Zoti Rama ju imponua të gjithë këshilltarëve socialistë që ishin pjesë e Këshillit Bashkiak dhe ndërmori procedurën për shkarkimin e zotit Veliajt, gjë e cila u dekretua për të bërë zgjedhje dhe me mandatin e presidentit. Dhe gjykata kushtetuese me një gur vrau dy zogj, kurrëzoi qoftë edhe vullnetin e zotit Rama dhe të Këshillit Bashkiak, i cili ishte në shkelje të ligjit dhe në shkelje të parimit të decentralizimit, që është parimi kryesor midis pushtetit qendror dhe pushtetit lokal. Dhe ishte komplet kundër normave të cilat janë norma kushtetuese. E para, e dyta, sot zoti Altin Dumani, kryetari i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndodh në një vizitë në Bruksel. Në takim me prokuroren e përgjithshme të Brukselit dhe është i shoqëruar dhe nga zoti Olçan Çela, i cili është shefi i prokurorisë. Çfarë ka ndodhur? Në një deklaratë të dhënë për mediat atje dhe një deklaratë publike ka thënë që ne kemi pasur presione, sepse SPAU ka thënë është institucion i ri, cili ka 6 vjet dhe për 6 vjet s'mund të pritën, ka thënë, gjëra që të ndodhin utopira, por ama këto 6 vite është bërë një punë shumë e mirë dhe ka thënë që në këtë punë që ne kemi bërë dhe në procedimet që ne kemi ndërmarrë, kemi pasur presion nga politika, media dhe krimi organizuar. Pra, prokurorëve të çështjeve të ndryshme ka thënë, janë bërë kërcënime nga politikanë, nga media dhe nga antar ose shefa dhe bos të krimit organizuar. Çfarë tregon kjo? Tregon që nëse SPAK-u ndërmerr një procedim ndaj një funksionari i cili është funksionar politik, qoftë ky deputet, ministër apo drejtues i një drejtorie, politikanë të caktuar kanë ndërmarrë nëpërmjet mesazheve, fjalëve ose mënyrave të tjera kërcënime ndaj prokurorit të çështjes. E para, e dyta, pushteti mediatik po ashtu ka ushtruar kërcënim ndaj tyre për shkak të involvimit politik.
Dhe për mos e futur të krimin organizuar, që kanë dalë dhe mesazhet ku një ish deputet i mazhorancës, i cili sot narrativ, i ka çuar një mesazh ku i thoshte unë kam 50 milionë euro, po ti çfarë ke kur të marrësh mandatin. Dakor? Kështu që kur merret kjo logjika e idesë kush është i dobët, kush është i fortë, zotrin nuk është subjekti i dobët zëvendës kryeministra dhe ministra e infrastrukturës. Është prokurori i SPAK-ut. Dhe nuk ka më fuqi më të madhe në kuptimin e funksionit ose të ndikimit të pushtetit një prokuror më shumë se sa një funksionar publik. Atëherë çfarë ndodh? Në mënyrën që ti të respektosh ligjin dhe atë që përfaqëson, prokurori ose gjykata duhet të shkojë si qytetar i zakonshëm. Kaq e thjeshtë është. Në mënyrë që veprimet e tua mos ndikojnë në lidhje me fascikullin e timor. E para. E dyta, nëse ti ke ndërgjegjen edhe bindjen e vullnetit tënd që je i pafajshëm ose nuk e konsumuar figurë vepre penale, a je i qetë në mënyrë se si zbatohet procedimi ndaj teje? Shtisoj si ne mos kemi vjedhur të na thonë që në orën 8:30 kur fillon emisioni, deri në 11 keni qenë për shembull duke kryer një vjedhje. Je i qetë, vazhdo kryej inspektimin e thua. Duhet paraqitesh, po do paraqitem. Duhet merren kamera, duhet urdhëron merri kamerat. Në moment që ti fillon kundërshton, sepse me qenë se ne këtu folëm edhe për të ndërmarrë emra autoritetesh, e di kush është ka qenë genialiteti i shkrimtarit Franz Kafka, sepse ai thoshte në moment që ti akuzohesh për diçka dhe ti ndërmerr iniciativën për ta kundërshtuar, sapo ti ke faktuar që e ke konsumuar atë për cilën ti akuzohesh. Njëri i cili është i qetë nuk e kundërshton, thotë urdhër provoje. Nuk thotë nuk është kështu. Nuk qëndron, po më shkel të drejtën. Sepse ti pret veçanërisht kur fillohet me po më shkel të drejtën. Po më shkel të drejtën. Kjo është në narrative e personit i cili do të çfarë të drejtë po shkelit nëse merresh në akuzmë, ti prezumohesh i pafajshëm. Çfarë drejtë po të cënohet? Ki ushtruar një funksion publik, ke menaxhuar miliona euro, që janë nga taksapaguesët shqiptar. Dyshohesh që këto miliona i ke menaxhuar në mënyrë jo ligjore dhe i ke çuar në xhepat atij që nuk i takon. Më saktë ke vjedhur, ke bërë korrupsion. Qoftë i bindur që s'e ke bërë, le të vazhdoj procedimi. Po shpallësh martir me të rritën kotat politike dhe nuk ka nevojë për ndonjë kështu mbrojtje hynore. Mjafton të marrësh një avokat të mirë nivelit mesatar deli përfaqësisht. Problemi qëndron që kur shqetësohet aq shumë kryeministri, sa arrin të flasë që kur lind fëmia nuk hidhet fëmia bashkë me ujërat. Domethënë bën letërsi. Flet për kushtetutën kur jo më larg se para pak javësh i rrëzuat dekreti presidencial dhe vendimi i Këshillit Bashkiak. Dhe u cilësua antikushtetues. Kur ka folur për bashkëpunëtorët e tij me superlativa dhe bashkëpunëtorët më të afërt, dhe nuk është 1-2, janë 5-6 nga më të afërtit, bëhet fjalë për zotin Tahiri, për zotin Veliaj, për zotin Ahmetaj, për zotin Beqa, për zotin Efter Kokat dhe tashmë vjen edhe Balluku. Tash një herë, 2 herë është astësi. 5-6, atë çfarë kuptojnë? Kuptojnë që kush është kriteri sot politik në mënyrë që ti të bësh karrierë politike? Se tash gjithë situata në fund të nxjerr, si është loja politike që në Shqipëri të ecësh politikisht. Të bësh deputet, bësh ministër. Faktet pranë tregojnë që të ecësh politikisht ti duhet të bësh korrupsion, ti bindesh shefit politik, të marrësh përsipër riskun që të bësh deburg, të marrësh përsipër riskun që do të bashkëpunosh me grupe kriminale që të marrësh vota, në mënyrë që të jesh në sy elitës drejtuese. Të po tregojnë gjitha procedimet penale sot tregojnë në mënyrë që ti të ecësh politikisht, duhet të jesh i gatshëm të bësh këto pakte. Ka që thjesht është, se nuk e tregon 1-2, e tregon 6 precedent. Një referencë kryeministri avokat, një referencë ju referua një gjyq i famshëm. Ku gjyqi? Bergut. Po. Ç'ishte ajo referencë? Një prokurori të famshëm. Një prokurori në fakt. Çfarë ishte ajo? To diskurset filozofike të kryeministrit ndahen në dy gjëra. Kryeministri ka një diskurs filozofik shumë të thjeshtë. Kryeministri duhet të shpjegojë qytetarëve shqiptar si ka mundësi, më sot të dashur, që në të gjithë, dhe në ajo që po na tregon SPAK-u në 2 vitet e fundit, është që e gjithë infrastruktura e lartë shtetërore është e zhytur në korrupsion. Kryeministri për këtë duhet diskutojmë. Nuk diskutoj kush është niveli i drejtësisë, sa ndërhyn drejtësia ke pushteti, se si duhet të jetë, sa e kulluar duhet të drejtësia. Kryeministrin e kemi zgjedhur për të qeverisur, jo për të bërë filozofi. Po kur ndërhyet brutalisht kështu se sipas kryeministrit kjo është ndërhyrje në të shpërdorosh 2 miliardë euro në vit, nuk është ndërhyrje brutale në ekonominë e shtetit shqiptar dhe në xhepin tim si qytetar. Duhet provuar se. Po këtë po të provon SPAK-u. Tash se dëgjoj, oredi kemi ngritur një institucion posaçërisht për një shtet. SPAK-u nesër të pezullon qeverinë. Po ta pezullojmë ose nëse qeveria vjet, çfarë do bëj SPAK-u? Ta lëm qeverinë. Meqense SPAK-u nuk duhet ta pezulloj, ta lëm qeverinë të vazhdojë të vjedh. Jo. Po si ta bëj? Jo, të marrë vendimin bazuar mbi dëgjoj, këtu qartësojmë ligjërisht që SPAK-u vendimin e ka të bazuar valla. SPAK-u nuk u çua ditën për diell dhe tha çfarë do bëj unë sot me fel dhe po pezulloj këtu. Madje ka një gjë se po ndërhyj Rezi.
ka ndodhur shumë rrallë, fatikisht që e ka thirrur direkt dhe direkt e ka marrë pandehur. Që do të thotë që ka qenë shumë i kujdesshëm për të mbledhur provat e duhura, për të pasur indicet e duhura. Ka bërë atë gjë që i kemi kërkuar gjithmonë të bëj. Po shtirën më 2-3 herë që janë Balluku dhe përpara që kemi parë në media, nuk është ishte parë që shkonte SPAK. Ka qenë në dini që do ketë një akuzë ndaj saj. Por nuk e kam fare me zonjën Balluku ç'është më. Do seriozisht unë e kam me kryeministin më zotrin dashur. Por kryeministi është ai që është mandatuar për të kontrolluar këta që hanë kumdhat e dardha pas kurrizit. Po. Qofse ka njëri i cili duhet t'jap dorëçi, nuk është zonja Balluku, është kryeministri, më bashkë me tërë qeverinë. Redi, kemi vite të tëra që po themi që kjo qeveri, tash ne jetojmë të tërë në Shqipëri, e dim çfarë ndodh në Shqipëri, nuk është që ka ndonjë gjë, nuk kemi nevojë për SPAK-un që ta provoj kush është niveli i korrupsionit. Ajo që SPAK-u po na provon është po na provon me fakte, atë që ne dinim në mënyrë empirike, që perceptojmë. SPAK-u sot të provon, po të provon që jo vetëm vidhet, po sa vidhet dhe si vidhet, ç'është më e keqja. Se nuk është problemi, korrupsion do ketë, ka pasur do ketë gjithmonë. Çështja është cili është niveli i korrupsionit dhe cila është mënyra e korrupsionit. Dhe këtu nuk mund të vi kryeministri dhe të lajë duart si Ponc Pilati dhe të na flasi për drejtsinë hyjnore dhe mënyrën se duhet të kulluar drejtësia. Jo më zotëri dashur. Jo, ne na duhet një qeveri që nuk vjedh, që nuk korruptohet dhe që bën interesin e qytetarëve shqiptar. Kjo është interesi dhe në këtë pikë, ndërmjet SPAK-ut dhe qeverisë, unë do jem gjithë ditën me SPAK-un, se SPAK-u po mbron interesin tim, nuk po mbron kryeministri. Kryeministri ka shkruar në gjykatë kushtetuese për interesin e tij personal, do të vë gardhin që mos i trokasin atij ke dera. Ky është thelbi i diskutimit. Kryeministri nuk ka hallin as zonjës Balluku, as të kufirit që ka me drejtsinë. Ka një hall të vetëm. Ku do të mbrohet ai? Ku është ai? Ku cënohet ai nga drejtësia? Dhe ai thot thjesht do të mbrohet, thot gjykatë kushtetuese tani të lutem, vini një gardh prokurisë, se po nuk ja vot ju, prokuria do vike dera ime do trokasi. Se nuk ka mundësi që të ketë strukturë setrore kaq korruptuar dhe kryeministri jonë është i kulluar, i pastër, nuk ka asgjë. Avokat, Rezarti na çoi te skenaret në kuptimin që tha nëse duhet zgjedh të jemi dikë do jem me SPAK-un, ndërkohë që ka shumë skenare që qarkullojnë, shkojnë deri në pikën sa që thonë që SPAK po përdoret politikisht për të eliminuar kundërshtar politik, qoftë brenda PS-s, por ama edhe qoftë le të themi sistemin politik për kryetarin e opozitës. Kjo është empirike, kjo është dikush e përdor, kush nuk e dim. Sepse kur thua që përdoret politikisht, do duhet thuash nga kush, nga Berisha. Shiko, Rama dhe Berisha të dy bie në tjetër mendin e lidhe me SPAK. Ka tjetër qasje. Thjesht Berisha atë që ka ose që mendon e thot publikisht, dhe pak më brutalisht. Rama thjesht nën rreshta nuk e thot këtë, po thot ne mbështesim SPAK etj, dhe ndërkohë është kundërshtar i parë, duke çuar dhe në gjykatë kushtetuese dhe duke bërë avokatin e individit i cili është veshur me petko apo me mantelin e ministrit apo të zëvendës kryeministrit. Ka marrë rolin e avokatit, ka shkuar në gjykatë kushtetuese, kur në fakt do duhet të ruante standardin që në thojza ai vet ka krijuar, që në lidhje me drejtësinë do duhet të merret vetë individi personalisht përpara autoriteteve së organeve duhet të merret një standard tjetër, çfarë më fal që po ndërpres. Ky kryeministri që kemi sot që dhe bën këtë mbrojtje ndaj drejtësisë për kufizimin e kompetencave etj, është njëri kryeministër që në muajin korrik të këtij viti bëri xhiron e gjithë bashkive të vendit dhe kërkoi dorëheqjen e drejtorëve të bashkisë sepse ishin korruptuar. Është njëri kryeministër më. Ky doli dhe u kërkoi në mënyrë krejtësisht flagrante në autoritetin e pushtetit lokal. Ne kemi adheruar fatikisht në Konventin Evropian të autonomisë lokale, në cilën nuk mundesh dot, nuk ka lidhje fare, pra është e pavarur. Kemi të bëjmë me një qeverisje lokale e cilë është e pavarur, nuk ka lidhje fare me kryeministrin. Ndërkohë ai mendon dhe gjykon që mund ta menaxhojë, mund ta komandojë duke dhënë urdhër. Pavarësisht madje deri diku ka shkuar, ja po ja them edhe këtë, se ndoshta nuk e dini, edhe tek drejtues të partive të Partisë Demokratike që me ato 4-5 bashki që janë. Edhe atyre jo ka sugjeruar. Në thojza se sugjerim gjoja është edhe kjo. Diku s'është lajmi. Dakord me partinë tënde, po edhe këtu ka shkuar. Do të bëni të ndroni gjithë administratorët, drejtorët etj. Se janë të korruptuar. Se kjo është çështja. Ky partizan i madh, i ruajtës së autonomisë së pushteteve, i parimit të parazisht përpara, po themi,
e asaj që normalisht është quajtur barazia përpara ligjit në kuptimin e pushteteve, për të mos ndërhyrë një pushtet në një pushtet tjetër. Unë besoj që minimalisht do duhet të japi absolutisht minimalisht ky do duhet të japi shembull atij personal. Kryeministri kërkon të menaxhojë, të komandojë gjithçka. Avokat, kjo është e vërteta. Të gjithë të ftuarve që kam pasur, domethënë prej një jave i kam bërë këtë pyetje. Cila mendon se është prapa skena e goditjes Belinda Ballukut? Ky është fakti penal, më ka konsumuar për penale. Besoj që unë mendoj që kryeministri tani duam apo s'duam ka dhe një derivancë po themi politike gjitha kjo. Besoj që kryeministri është duke i fryr kosit, mendoj unë. Pra, kërkon që të bëhet pengesë, por ndoshta nuk e di se çfarë informacioni mund të ketë, pse jo mund të shkojë shumë herë më lart, po themi steka e spakut, dhe ne nuk dim dhe jemi akoma në pjesën e parë, po themi dim aksa dim ose shasna është bërë e njohur. Ndoshta do ketë diçka underground shumë herë më të fortë që kryeministri po kërkon që të bëhet barrierë, qoftë edhe me këto interpretim gjykatës shtetësuese, që unë uroj që tashmë që kemi edhe numrin dhe korumin prej 9 anëtarësh, ketë një vendimarrje dhe nuk ka probleme që të paktën që të kemi një barazim votash, paktën minimalisht është një gjë pozitive, në mënyrë që të kemi të paktën një vendimarrje madje edhe të shpejtë, pse jo. Po unë besoj që pas Ballukut fshihet diçka e madhe. Se çfarë, ndoshta me kalimin e kohës do ta marrim vesh. Pas Ballukut fshihet diçka e madhe, nënkupton një tërmet i madh politik apo tash tërmet është pak, po flasim për vullkan tash përse tërmetet e kemi marrë. Tërmetin e mori përsi për zoti Doshe, kur do shkojë do marrësiste themelet. Cila është prapa skena e kësaj? A është vizita e Mark Fleming, për shembull, që kemi qenë në studio e kemi diskutuar, po. Shiko, që ka vullnet ndërkombëtar në këtë çështje, absolutisht që po. Nëse është shuar direkt ky lloj procedimi. Unë e marr të mirëqenie që ekziston fakti penal. Fakti penal kuptimi që ka një dyshim të arsyeshëm. Ka një dyshim. Ka një dyshim të arsyeshëm mbështetur në fakte dhe në prova që jo, sidomos për shkeljen e barazisë tenderave, ma merr mendje që është gjëja më është e faktuar. Po. Nuk ka më me veprime aktive ti thua hape tendrin, mbyllë tendrin, po përcaktoj tash vazhdo të çpun ke tini. Po jo, dikush se ka dhe indicie të bukura aty kur i thotë që rri hermetik dhe mos tako asnjëri. Fix. Kjo tregon se më përpara ka takuar njerëz me urdhër zonje. Tash s'ke nevojë takosh me njerëz se ka mbyllur unë bisedën. Na lind dyshimi arsyeshëm që ta pyesim. Fakti është si mund të përfitojë zoti Rama pavarësisht këtyre elementeve, se kjo tregon prapë vijën. Unë mendoj që zoti Rama synimi kryesor për të vënë gur Xhevairi se thuash këtyre 12 viteve ose 16 viteve sa kohë do jetë në pushtet ose edhe 20 viteve 24 se nuk i dihet, i nevojitet një fitore e madhe në arenën ndërkombëtare që është antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe një nga kriteret është pikërisht kriteri i standardeve demokratike, ndarjes pushteteve dhe i drejtësisë. Pse? Sepse në mënyrë që lëvizja e lirë e kapitaleve, madrave, shërbimeve dhe njerëzve të ndodhet ti të futesh në Eurozon, është pikërisht standardi i drejtësisë. Nëse një investitor i huaj vjen investon këtu, nëse një kompani e huaj vjen investon këtu, nëse dikush vjen punoj këtu, duhet të ketë standardet. Po, duhet të ketë standardet ligjore që nëse i shkel një drejt, po shkojnë në gjykat fiton të drejtën. Në mënyrë parimi i sigurisë juridike. Çfarë ndodh? Rama mundohet që me kufomat e bashkëpunëtorëve të tij, e kam thënë, të ngrej gardhin e faktimit të kësaj narrative. Që do të thotë, zotërinj, unë kam përsipër përgjegjësinë time personale. Këta kanë detyrën. Ka shkelur ligjin, urdhoi Kemburg. Nëse ndonjë nga këta pretendon që këto veprime kanë ndërmarrë për shkak të ndikimit tim, le të flasë, këta s'flasin. Dhe këtu ai përfiton, mendoj unë. Qose do duhet bëj avokat në djallit. Unë po të zoti Rama, disha një gjë do thosha. Dakor. Një sanader. Fal, do ta them këtë, përpari ta them këtë. Edhe do dira edhe interpelancë, edhe me partinë do i thosha kaq. Ore dakor, nuk është Balluku jam unë. Urdhëko keni Ballukun t'ja u thot. Kaq e thjeshtë është. Hametaj pretendon që të vit përballet me mua në gjykat, do shkojnë në gjykat, jo nga atje, jo me telefonata nga banaqe televizive, të vi dhe të shkojmë të dy në gjykat. Po kërkohet ekstradimi, ë? Askush nuk thot, ke dëgjuar ti thot Ilir Beqa që
më kanë nxitur Edi Rama? Jo, dakor. Lefter Koka, Alqi Bllako, Erion Velia e ka thënë që, unë senatorët i kanë firmosur sepse më ka kërkuar kryeministri. Askush. Është në rregull ai. Deri në momentin që askush nga këta nuk dëshmon, këta po goditen për të faktuar që drejtësia ekziston. që drejtësia Kjo është ekziston, pa që paskena. Shqipëria të shkojë Në be. dhe kjo e nxjerr spakun pastaj Jo. instrument Rama. Ta thash, duhet pikën tënde më doba ta kthesh në forcë, e parapriva, që nuk është kjo. Do thot, kur ti nuk ke mundësi ndikosh diçka, si mund ta kthesh